Në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve në shtëpinë sociale të moshuarve Besa në Barbullush, u organizua një aktivitet festiv me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave. Me 1 tetor festojmë ditën ndërkombëtare të të moshuarve. Kjo është një ditë e veçantë, ku ne ndalemi për të kujtuar dhe vlerësuar kontributin e madh që ju keni dhënë për familjen dhe për shoqërinë tonë. Tek ju na gjejmë copëza jete që nuk janë shkruar në asnjë libër. Tek ju na ju shërbejmë për jo vetëm për kujdesen na për ju, por edhe marrim për jush. Jetesa pranë kësaj qendre për të moshuarit është e mirë, megjithëse jetojnë larg të afërmve të tyre. Nuk më pëlqen, po duhet më nënshtru kësaj. Më pëlqen, nuk më pëlqen. Më pëlqen vetë minja, ku kam kanë shpiteme. Këto duhet më nënshtru. Jo vetëm më nënshtru të mirës, po edhe tjerave. Tëra të mirat, molla, moshla, me harve pi, tëra i kena. Së manë gëgjan, njerëzit janë të mirë, edhe këto banorë që na rrëthojnë në Romullak, janë të mirë, na afrohen, rrinë me ne, po në flasë vazhdimisht, flasë me fëmijët i kam lërgë, me motra, i kam lërgë këto, s'kam asnjë këto. Këta njerëz këto, vajnë motra, Shërbimi social i vjen në ndihmë të moshuarve që jetojnë vetëm edhe në banesa, ku në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme përkujdesen për rreth 14 persona. Shërbimi social në Bashkinë Vallëdhenjës ofron shërbimin për të moshuarit në këtë qendër për jo vetëm. Shërbimi social në bashkëpunim me gjimnazin e Bushatit ka organizuar një grup të rish ku ofron shërbimin për të moshuarit që jetojnë vetëm në shtëpinë e tyre, që për arsye të mentalitetit ato nuk vinë për me jetu në këtë qendër. Shërbimi që neve ofrojmë të rinjtë e gjimnazit është pastrimi i shtëpive, ushqimi, gatimi. Ka raste që neve marrim në shërbimin edhe ushqimet i marrim nga qendra dhe ju çojmë në banesat e tyre në mënyrë që ato të mos ndihen të vetmuar. Në këtë qendër sociale jetojnë rreth 24 persona, ku krahas fjetjes e ushqimit, të moshuarit marrin edhe shërbim shëndetësor, gjithashtu janë pjesë e aktiviteteve të ndryshme.